Jemi duke propozuar një metodë të terapisë muzikore. Në Pogradec u shënua një mbrëmje e veçantë kulturore me premierën e filmit me metrazh të gjatë Vdekja le të pres, me regji të Edmond Topit. Në një atmosferë të ngrohtë dhe të mbushur me emocione, artistë, qytetar dhe dashamirës të kinemas u mblodhën për të ndjekur për herë të parë këtë vepër filmike që trajton me ndjeshmëri temën e jetës, plakjes dhe vlerës së njeriut në çdo etapë të ekzistencës së tij. Ky projekt kinematografik është realizuar i gjithë në Pogradec, që nga ideja dhe skenari deri tek xhirimet dhe për regjisorin Edmond Topi, ky qytet është jo vetëm sfond, por edhe frymëzim. Filmi, siç u kam thënë edhe herë tjetër, është ngjizur këtu, unë këtu e kam shkruar, këtu e kam xhiruar, që kur është shkruar është menduar për ta xhiruar këtu. Se di nëse ka qytete më komode për të xhiruar, qoftë nga pikpamja regjizoriale, qoftë nga pikpamja e produksionit. Unë besoj që i detyrohemi shumë Pogradecit. Filmi do bëj turin nëpër qytete, do mundohemi ta çojmë vetë në të gjitha qytetet të vogla apo të mëdha të Shqipërisë, sepse filmi është bërë për këtë arsye, filmi bëhet për spektatorin, kështu që mua do më pëlqente që çdo njeri që ka dëshirë të shohë kinema, ta shohë filmin. Në premierën e filmit morën pjesë emra të njohur të artit shqiptar, mes tyre Zyliha Miloti dhe Ema Andrea, të cilat ndanë emocione të forta pas shfaqjes. Aktoria veterane Zyliha Miloti e përshkroi përvojën si një nga më të ndjeshmet e karrierës së saj, duke theksuar se filmi mbart skena prekse që duhen parë nga të rinjt. Ajo e cilësoi bashkëpunimin me regjisorin Topi dhe kolegët e brezave të ndryshëm si një eksperiencë të rrallë artistike. Kam pas knajsin më të madhe marrë pjesë me ikonat e kinematografisë shqiptare dhe skenës. Me Reshat Albanin, me Tinken, Margaritën, me Luftar Pajën, me Medi Malkën, me gjithë. Mendoj se sot e kishe për herë parë filmin, se nuk e kam parë. Në premierë se s'kam qenë në Shqipëri. Pashta dhe reagimin e spektatorëve. Kishte momente shumë prekse. Unë vërtet jam aktore humorit. Prej 50 e sa viteve, 6 vjetë. Po, më duke se diçka dhe unë dash në të film. S'kena shumë prekse. Juroj, unë sa më të bukur e më të marrë regjisorit Edmond Topi. Ishte eksperienca e dytë me këtë regjisor, edhe një film tjetër. Ka qenë asistent, por kur njeriu është përveç se regjisor, shumë i mirë, po kur njeriu është edhe i sjellshëm, i edukuar, i dashur, në do të ecin marrë, sepse e tregoj vetë filmi. Edhe Ema Andrea u shpreh se atmosfera në Pogradec ishte e ngrohtë dhe publiku i entuziazmuar. Për të roli i antagonistes në këtë film përbënte një sfidë dhe një përvojë të vlefshme profesionale. Ajo e vlerësoi bashkëpunimin me aktorët e brezit të vjetër si një shkollë më vete dhe nënvizoi se filmi, përveç dramës, mbarte edhe nota humori që e bën më të afërt me publikun. Publiku ishte plot edhe ka reaguar shumë bukur, siç e meriton në fakt të pritet kinemaja, që në kryeqytet ndodh rrallë. Kështu që për mua emocioni ishte shumë njerëzor përveç se artistik. Dhe më vjen mirë që kolosët e kinemas morën duart orkitet e merituara në Pogradec. Është sfidë e madhe edhe kënaqësi dhe për karrierën time, se është një nga ato role që nuk para më ka qelluar ta bëj, dhe për më tepër që isha përballë Zylit, Reshatit, ja lejoj vetes të tras në emër tani, në shumë skena. Dhe ka qenë kënaqësi dhe përgjegjësi të interpretoja me ta, po shumë kënaqësi. Janë profesionistë që të mirëpresin e të vlerësojnë. Premiera e filmit në Pogradec shënon fillimin e një turi shfaqjesh në qytetet e tjera të Shqipërisë, një projekt që bashkon brezat e artistëve dhe që sjell në ekran një histori njerëzore, të ndërtuar me dashuri, reflektim dhe respekt për jetën. Një film që fton publikun të ndalojë për një çast, sepse vdekja le të pres.